Përpara se të fillonim emisionin, në fakt, po ju dëgjoja që po bisedoni dhe me redaktoren e emisionit Health O'Clock, Hortensa Budlla, në lidhje me bebet që lindin me këmish. Çfarë janë këto? Ne në popullat i quajmë bebet e lindura me fat, por në fakt, ç'do të thotë një bebi lindur me këmish? Janë të rralla në lindjet normal, po thuaj se nuk ekzistojnë sepse membranat duhen të plasen para se një bebë të lindë që të arrijet të futet në rrugët e lindjes. Zakonisht to ndodhen në lindjet me operacion, pra kur ti pret mitrën dhe kujdesesh që mos t'i qash membranat, pra ti ruash ato, dhe bebi si që është në qesën e vetë, të arish të nxjerrësh pa i prishur integritetin e membranave, pra si që është. Në aspektin mjekësor të quhen cowling, lindje cowling në gjuhën mjekësore, ose gjuhën popullore quhen lindje me këmish. Në aspektin mjekësor, e mira e kësaj është që bebi nuk e kupton fare që po lind, sepse ai është brenda në ambientin e vet dhe kujton që vazhdon akoma të jetë brenda nënës vet. Pra ti e nxjerr siç është, e nxjerr në një ambient tjetër pa e stresuar. Pra nuk rrit nivelin e adrenalinës dhe ky bebe është i qetë dhe mbasi ti plas membranat, ai e kupton që ka lindur. Janë të shpeshta, si raste? Ne nuk është se i kemi të shpeshta, mundohemi të realizojmë, kur është e mundur. Pra kjo është një sfidë që ne ja vëmë vetes, nuk është se e kemi detyrë, por kemi, le të themi, si një proces kënaqësie të arrijmë të realizojmë këtë lindje, e cila ndër të tjera ul stresin tek fëmia. Kështu që unë e kam bërë disa herë, kam tentuar shumë vite përpara, më ka rezultuar e suksesshme dhe zakonisht këtë e bëjmë shpesh edhe tek barrat binjake, për shembull kur janë dy fëmijë brenda dhe mundohemi që të dytin nxjerrim me qese, sepse zakonisht këto beba janë pak para kohe, nuk arrin gjithmonë nëna t'i çojë deri në fund, dhe kjo lindje në bebat që janë lehtësisht prematur, ose aq më tepër kur janë prematur, tamam, atëherë rekomandohet të bëhet kjo lindje dhe është temë më pak traumatike për bebat dhe siguron një mirëqenie të mirë. Të ndikon pastaj në orët e para të lindjes. Ka më mirë se sa një nisje një jete pa stres, kështu që me fat besoj ato beba që lindin të tillë.